Mirëmëngjes, marrim tjetër opinion, urdhëroni. Mirëmëngjes, mirë ditë o zoti Andi. Të përshëndes, mëngjes, jemi ende, është 7:36, pak si ka po e ke nisur shumë herët punën. Unë kam nisë punën 7. Në 7, mirëmëngjes jemi, se edhe të shënë si ka kur e nisë punën, 7:36 mëngjes jemi akoma. Të dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Unë marrë shkash për temen, jo, sepse dje jam kthyer nga Tirana. Keni qenë këtu në Tiranë? Në Rinasi, po? Jo, isha në Rinasi edhe po marrë shkash nga kjo për aksidentet që ndodhin. Ju dëgjoj, patjetër. Njerëzit në Shqipëri janë rrapa shoferat, sidomos nuk i respektojnë rregullat. Unë isha po shkoja në aeroport në Tiranë, edhe kisha vajzën që drejtonte makinën, shumë e qetë. Po. Edhe erdhen, njëri erdhi djathtas, një taksi erdhi djathtas, e një makinë erdhi majtas, e na bllokoi rrugën. Tërësisht rrugën. Unë nuk e di ku duhen me shku këta njerëz, kur duhen me u bë të rregull, kur duhen me respektu rregullat e qarkullimit, si u respektojmë ne këtu. Edhe por çfarë ndryshon? Është çështja nuk di e mentalitetit e stillit që bëjmë ne mes Italisë edhe Shqipërisë. Se ndoshta për shembull edhe ne shqiptarët, po të drejtojmë një mjet në Itali, do t'i zbatojmë me patjetër. Dhe kjo do të thotë që, okay, mentaliteti, po ja që edhe mentaliteti ndryshohet, apo kultura ndryshohet në një shtet që zbatojnë ligjet. Apo këtu është zallamahi edhe si e shikon? Çfarë ke kuptuar? Aty unë kam kuptuar sepse aty nuk ka kamera sigurie, nuk ka njerëzit janë bën çfarë duan vetë, shoferët bën çfarë duan vetë, i drejtojnë makinat ka duan vetë. Sepse këtu ne për shembull këtu i respektojmë rregullat, sepse këtu është ligji. Nëse ti shkel rregullat, tu të vjen gjoba më një herë dhe do ta paguash. Ai qartë. Njerëzit kanë shumë. Si zgjidhet, ose çfarë duhet bërë, një dy element që duhen bërë me patjetër, duhen ndryshuar me patjetër. Një element që duhen bërë, për shembull, kamerat ku janë aty në hyrjet e Rinasit, për shembull për ta shikuar se kush ka bërë kundravajtje. Ne kemi edhe dron monitorues, ton mjete shpejtësi, matës e tjerë. Ka disa mjete, por nuk di të them janë sa Italia apo jo. Italia nuk ka drone që të kontrollon shpejtësinë. Italia ka kamerat dhe e kontrollon gjithë rrugët edhe ti. Edhe unë për shembull vete puna, unë nuk eci në rrugë kryesore, eci në rrugë fshati, edhe unë sa të qohem gjest dhe rripin, drejtoj mjetin, do të kush pra me vu rripin. E ve për siguri, atje, as rrip, as sinjal, as edhe një gjanë në botë. Nuk di kur do rregullona ne si shqiptar, kur do bëna që të gjithë europian. E qartë. Faleminderit për telefonatën dhe punë të mbarë, të uroj. Ju falenderoj edhe ty punë të mbarë, edhe je shumë i mirë në program, edhe ju dëgjoj çdo ditë. Prej deri në natë, që edhe tu punohet dhe tu dëgjoj. Faleminderit, e vlerësoj të përshëndes edhe me këraatleta, punë të mbarë. Kjo është përditshmëria e njerëzve, të gjithëve. Unë jam në punë këtu, domethënë si drejtues i këtij programi, kolegët po ashtu të tjerë që punojnë në punë të ndryshme dhe le të themi ndërlidhemi edhe duke ndjekur programin edhe duke punuar.